Pastaj erdhi... Sa ka ndiku gjithë ajo citate jo? Ajo ka ndiku shumë, sepse misioni im si prift është që une ta dhuroj jetën teme, ta flijoj jetën teme për të mirën e bashkësisë. Të jem në shërbim, dhe thot që une të lanë gjithë shka, që mos të kryoj familje, mos të kem gru, mos të kem fmi, mos të kem të ardhër, mos të kem pasuri, mos të kem kur gjanë, që gjithë jetë e me të shkrihet, që dikuj ti jem afër, edhe në kuptimin tonë si prift, natyrisht ti ofroj Zotin, sepse pastaj Zoti është e mira e përgjithshme jonë, nëse ne mundsomi me dash Zotin si të mirën tonë përgjithshme, edhe ose ta quaj më të madhe, atëherë kemi let me dash edhe vllau njeri ka poshtë. Nëse këto nuk vihen në rregull, atëherë bëhet një lloj kaosi. Por pak a shumë pa ta mësu shumë. Pa ta mësu se njeriu pavarësisht, sepse këtë na tregoi pastaj edhe mas luftës pandemia e 2019-s, se pavarësisht sa jemi ne që mendojmë se jemi të fortë, të pastër, me një moment e kuptojmë që jemi të brisht. E kuptojmë që nuk varet as gjan prej nesh. E kuptojmë që un kam sot 50 vite, e kupton se je fëmijë, që ke nevojë për babën ose për nanën, për dikan ku ti mbështetesh. Edhe ajo ishte për mua edhe për ata miq të cilët punonin bashk, ishte një situatë e tillë. E kuptojmë se do thotë gjanat e mira përbashkëta. Nuk është më rëndësi sa ke dhe kush je, rëndësia është ti sa miq ke, sa i ofrosh njerëzve, sa i nxit, sa u ndihmon, sa e mban. Aty e kam kuptuar se çka do thotë me dhënë një fjalë shpresë. Me thonë një fjalë shpresë, me thonë burra, qëndroni, do t'ja kalojmë. Nuk ishte koha me kritiku dikan, sepse shumë njerëz kritikojshin çka kanë lyp ta burra, pse shkojnë luftë. Unë nuk jam marrë me atë punë, sepse nuk mund të hyj në mbrëndinë e njerëzve. Unë vetë kur kam shku, kam dëgju aty pe këtyre zotnive që fola më parë, pe organizimit në Kroaci, se njerëz që i kanë refuzuar kanë, jo, ti s'bën me shku në luftë. Pse? Jo, se ti më shumë kontribon këtu ku je. Pavarësisht çfarë detyre ka pasur. Dhe aty kemi mësuar zakonisht. Në luftë ka qenë gjithë populli i Kosovës. Me një bish, me një tiran që bëri mbi 400 masakra në Kosovë, mbi 12.000 civil shqiptar u vran me ato dhëna që operojmë, mbi 20.000 gra nëna femra kosovare raportohet të jenë të dhunuara seksualisht, e po ashtu një kontingent edhe i burrave. Një mozaik të meri që konkludon gjenocidin pa asnjë më dyshe që bëri Serbia ndaj popullit tonë, vetëm se ishin shqiptar. Dhe çfarë për ju gjithaj solidaritet që pati bota perëndimore, jemi në kohë të atyre bombardimeve të NATO-s, të SBA-ve në krye me aleatet e saj. Çfarë rëndësie për historinë për ju kishin ato momente, Dominik? Duhet të theksojmë gjithmonë se unë isha në atë kohë i ri, nuk kisha... Prandaj po duhet të tërheqim paralele nëse janë edhe emotive. Patjetër, nuk kisha unë një kapacitet ta quaj në thojza siç e kam sot. Sepse kisha ato qëllimet e mia, si të ndihmoj njerëzve, si të shkojmë dikun, si të mirëmi me Caritasin, si të bëm. Mirë po, kur e vrejshmi gjërat ta quaj informacione që na arshin, si pe mediave, si pe imazhve krejt, e vrejshmi dyqysh e nishmi në zemër se ne jemi të dashurit e tyne. Nuk ka gjë më të mirë këtë botë se paça dhe dashnia prej të tjerëve. Kur njeriu e nin veten të dashur, të pranuar. Ashtu qysh je. Zoti na pranon ashtu, nuk na merr Zoti neve me na bot persona. Ashtu si jemi, me hirën e vet, nuk e prish natyrën tonë. Ashtu na merr, ashtu na nxit, ashtu na formson. Edhe ne e nishmi se jemi të dashurit të tyre, por nuk e kuptojshme në atë kohë mirë se çka do thot ajo dashni, sepse i kishmi plagët e pjesës tjetër që ishte në Kosovë. Nuk dishmi, nuk kishmi informacione shumë, por ato që thash edhe më parë na ndinte zemra se është fundi, na ndinte zemra se tash do të zgjidhet çështja jonë. Na ndinte zemra se mjaft ma me këto vujtje, me këto pikllime, me këto nënçmime, me këto përçmime, me këto fymje, me këto shamje të cilat i kemi dhuruar si popull non stop.
pa ndërprer, sistematike, ka qenë, sot i thojnë mobbing, dhunë institucionale, prej gjithve, të kanë fy Kroat, kanë fy Serb, kanë fy Malazes, të kanë fy Slovent, kanë fy tash nuk po du me kritiku ata se dhe na kanë dash, na kanë pranu, na kanë dhanë mundësi, e kemi punu, e kemi zhvillu të ta. Po e flasë në të kuptimin e përgjithshëm, shpesher nështë e kemi një vetën si të tillë. Edhe është pase tash do t'jetë fundi. Edhe e kishmi një parandjen të tillë. E kishmi, pastaj filluan lëvizjet, edhe kur po i shikoni të aeroplanat e NATO-s, duke u ngritur nga avionët. Me kujtohet, cili ai përjetim se mund të shmendoj me. Me kujtohet si sot, unë kam qenë në Zagreb dhe filloi që të jepet lajme se do të bombardohet, por e pritshmi me gzim gjithë, s'dishmi kur, nuk kishmi informacion. Edhe erë një ditë se këtë ditë do të fillojnë bombardimet. Edhe thanë, si me thanë në ora 7, ne shkum lajme s'ka kur gjanë. 7:30 lajmet, edhe unë e kisha një daj timin, mocaniki imi atje në Zagreb, kishte ikur me pështu e djallë hasreti, si që thejme ne. Edhe thamë, shkojmë për të shpis blem në i pije, diçka, dhe me një moment nuk shoh asnjë njeri në rrugë. Dhe Zagrebi ka qenë totalisht i boshatisur. Kur e them të totalisht... 24 mars. Po, nuk e them totalisht me thamë para jush. Mund të verifikoni në gazeta, në burimet internetit, Zagrebi ka qenë totalisht i boshatisur. Do thot, ankthi ose pritja në ankth se duhet kjo e keqe, të cilën Slobodan Miloševići dhe politika e tij, do thot, e ka dëmtu edhe vetë Serbinë dhe popullin serb. E lema neve, duhet më në fund që të ndalë, duhet t'i tregohet mundësia se nuk mundet më kështu. Atëherë unë e vrejta se diçka nuk është me. Po në atë kohë nuk ishmi celularat e sodit, ishin ata klasikat e vjetrit, edhe fillova të vrapoj të shtëpia, kur të shtëpia ata më portacën shpejt. Ira, i kam shu. Dhe thot ishte një gëzim i papar nga ana jonë, se më në fund u ndal një e keqe. Dhe thot gëzimi jonë ishte vetëm në këtë punë. Jo që ne ishmi të gëzushëm se një shtet ose dikush po bombardohet, sepse duhet të jemi edhe njerëzor, por ishmi të gëzushëm se një e keqe është duke u ndalur. Dhe aty më ishte veç fillimi i përmbushjes së shpresës se situata jonë do të zhvillet. Atëherë ai gëzim filloi pastaj gradualisht me uzbe, sepse kishme informacione se 78 zgjatën bombardimet. Po. Sepse jo për atë punë, nuk ishte problematika jo, por kishme informacione që na dashin njerëz se tash do të ketë hakmarrje. Do thotë. Dhe ashtu bën se. Po. Ajo atëherë filloi të jetë edhe më shqetësuese. Mirë, po ne nuk ishmi akter që mund pe Zagrebit të vendosmi për këtë punë. Ishte vendosur diku tjetër dhe lajmet pastaj filluan të jenë shpresdhanse, më shumë, derisa për fat të mirë edhe për fatin tonë ajo punë përfundoi edhe sot jemi këtu ku jemi. Por si do ta kujtoj me pak fjalë gjithat periudhë të ankthit, të trishtimit, të shpresës, të gjitha bashkë nëse mund të përsakoqishen në Zagreb. Shiko, nuk kam për momentin një fjali, por me mujt me ditën përfshi. E qenin base me ankth, mes ditën me lajme që mund të vinin nga Kosova. Ne kemi met për miqve. Jo të mira, trishtuese, base mbrëmjen me shpresë se e nesërmja do të qelë ndryshe. Patjetër, me miqtë e mi që më kanë rrethu, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës, edhe në luftë, edhe bombardime me shpresë. Shpresa nuk është shute në kur, ose nëse mund të merrni shpresa e pashushme, për një të arme, për një të mirë, më të mirë tonën. Sepse ishte një lloj ndjenje, nuk e dija kam të drejtë, ama pranoj njerëzit që ndëgjojnë një emision, por e kishme një shpresë konstante. Ne do të përfundojmë, do thot aty ku e kemi vënë. Edhe faleminderit Zotit, sot jemi këtu ku jemi.